Besimtarit musliman, pyetja e parë që do t'i bëhet në ditën e gjykimit, sipas disa haditheve, thonjë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, ka thonë: "Awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salah." Gjëja e parë për të cilën do të pyetet robi në ditën e gjykimit është namazi. Kush i ka punë mirë me namazin, krejt punë tjera që vinë pas janë mirë. Kush i ka keq punë me namazin, krejt punë tjera që vinë mbrapa janë keq. Andaj vllaznit edhe motrat që po na dëgjojnë edhe po na shikojnë, duhet me pas parasysh. Nuk bën asnjë sen në jetë me qit para namazit. As nanën, as babën, as vllahun, as motrën, as gruan, as burrin, as vajzën, as djalin, as nipin, as mbesën, as kënd nuk bën me qit para namazit. Gjithë mund është me thonë fal pak. Mas vështirë është me thonë fal prindve. Mas vështirë është me thonë prindve fal pak. Po do të thonë nana jam e dashur, zemra jam, loçka jam, shpirti jam, më falë në veç për të fali farzën. Edhe si të falë farzën, për gjegje ftesës. Me thirë nëna kur je duke falë farzën, a bën urim ndër prej namazin? Jo, nuk bën. Po me thirë nëna duke falë sunetin, a bën ndër prej namazin? Pa. Pse? Se përgjigja e thirrjes së nanës apo të babës është obligative, ndërsa sunetet janë fakultative. Dhe do të me rëndit prioritetet, fillimisht ato që janë obligative, pastaj këto që janë fakultative. Mirë po, ka thirr namazi farz i sabatit drejt se kidisa kështu më të pojacis. Edhe gjatë namazit thirr nana apo baba, kujt do të më dhon përparësi? Namazit, se është farz. Farz është. E kry namazin me njëri përgjigjes, nuk e bën dhe aty me njëherë, i përgjigjes thirrjes së nanës apo të babës. Që do të thotë gjitha bën me lën pak anësh. Gjitha. Po namazi nuk bën me lën. Monesh me vanu pak, monesh me shty, nëse jeni për institucione private apo institucione publike, jeni për vende ku nuk mund të akordohesh, mund të pajtohesh për termin të namazit, për ata nuk ta lën kohën për thirrjet e ezanit. Atëherë çka e gjeni kohë kur është koha e pushimit mes ditës, apo të pas ditës, apo ku e dini kur është pushimi, edhe aty bilet paktën minimumi çka fal, e fal farzën e drekës, farzën e kindis, akşamit yatsis apo të sabahut. E kështu pra besimtari do të me pas parasysh se nuk ka punë që e kënaq Zotin shumë sikur që e kënaq namazin kohën e vet. Por ata një sahabi, një shok i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shkoi i tha: "O dërguari i Allahut, cila është puna më e dashur tek Zoti?" E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam çka tha? El-imanu billah wa rasuli. Imani, besimin në Zotin edhe të dërguarin e tij. Kjo është puna më e dashur. Pastaj tha: thumma ay. Pastaj cila është puna më e dashur tek Zoti, mas besimit në Zotin edhe pejgamberin? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha: as-salatu ala miqatiha. Namazi në kohën e tij të duhur. Jo kur do të dhone, nëse po i caktojmë kohën e namazit. A mundem për shembull si tash, në 7 ditë kemi qenë në zonë të angazhuar, tash hajtë të falem drekën, ose të falem sabah se s'kena mujt më të shumë mëngjes. A ka arsye që logjikisht? Jo, s'ka. Allah të ka thënë kohë caktuar. Ti po i përgjigje ftesave të njerëzve të rëndësishëm. Ti me thirrni njëri rëndësishëm, një figurë publike apo një figurë politike, ti po i përgjigjesh, apo shkon me kodë, por ako bile po përgatitesh, po vishesh mirë, e me setër, e me kravatë, po parfymohesh, këtë po i bën, pse ka mund të taku me kryetarin e komunës, ka mund të taku me ministrin e kulturës, apo me ministrin e financës, apo me kryeministrin, apo kush e mat. Ti me krijuesin do të më dhon përparësi takimit. E Allahu kur ka thonë, është ma spiri me falë, ka thonë: inna salate kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Vërtet namazi për besimtarët është i caktuar në kohë të veçantë. Pra vërtet namazi është bërë obligim besimtarëve në kohë të caktuar, në kohë të veçantë. E kohët kush ne i ka treguar? Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kush e ka treguar kohën kur me fal sabah apo drekën apo këto tjerat? Ja ka treguar Xhibrili, ka thonë Muhammed, koha e sabat është prej këtu deri këtu, koha e drekës prej këtu deri këtu. Ka kallëzu fillimin Xhibrili Muhammed sallallahu alajhi wasallam, edhe ka kallëzu fundin e kohës ku më fal. E pas namazit, pastaj do të vinë do pyetje tjera,
që nëse nuk kinë ndonjë ndërhyrje, i vazhdo, nëse kinë ndonjë ndërhyrje, pra, pyetja, dërsa jemi tek namazi, pra, bëhet fjalë që do të pyetemi për namazin në kohën e tij apo në përgjithësi për namazin dhe do të pyetemi për farzet dhe sunetet apo si do të jetë kjo pyetje? Sa i përket namazit, do të pyetemi për namazet farza e kemi falë në kohën e tij. Namazin farz e kemi falë në kohën e tij apo në kohën e vet. Dhe koha e namazit është prej fillimit deri në fund. Për shembull, thirrjet e ezanit në Kosovë në ora 13. I kënë dia po ezan në ora 16. Çto në mes prej 13 dhe 16 është koha namaz, po flas për kohën e Kosovës. Po flas gjithnjë për kohën e Kosovës. Dhe këto domethënë prej 13-16 çto është kjo hapësira e namazit deri këtu. E kur mas miri që tash me fal. A ma mirë ka 13 që ka 16 që ka 13. Edhe ma mirë është kur thirret ezan. Edhe ma mirë është në xhami. Besimtari, inteligjent, gjithmonë që ka interesohet në kohën e vetë dhe interesohet në venin ku e dënë shumë Allah që janë xhamit. Sidomos për burra, veni më i mirë është xhamia me fal namazin, ndërsa për gra edhe fëmijë të vegjël, veni më i mirë është shtëpia me fal namazin. Për këto do të pyetemi, për sunetet, nuk do të pyetemi. Nuk do të pyetemi me thonë pse se ke fal sunetin e drekës. Ato se kemi sunetet që i paraprin farzet, ato 4, e kemi edhe sunetet që për cilën drekën e kemi 2, ose edhe 4, edhe 4 mirë është mi falë mas drekën. Sepse pejgamberi s.a.s. ka thonë kush i falë 4 pas drekës, dhe më 4 reqatë sunet, nuk e djekë si jam i xhenem, që i falë në vazhdimsi rregullisht. Pas më në shkata i falë 2. Po si ke falë, atë pyet Zoti me, pse si ke falë e ki modernuar, ki mu djekë, jo. Por nëse ke lënë farzet dikun, edhe është e mundshme se edhe ju jeni tri, tash na kemi kalu pa këtë moshën e juaj, po ka mundsi njëri nga ne habitet, jam mas loje, jam mas sporti, jam mas telefonit, tash koha e fundit, mas televizorit e ku e di, edhe ka mundsi njëri ka harruar, se ka neglizhuar, s'ka qenë i vetëdijshëm që është të lënë një punë të madhe. Çka bëhet me të? Allah i thot, me laçeve këshillni farzet e tij ai ka fal krejt. I thonë o Zoti ka fal, po krejt ju po mungoj. Çka i thot Allah me laçeve? Shikoni, këshillni, a ka fal namazë vullnetare, sunete. Edhe i thonë o Zot po ka shumë. Thot merrni këto sunetet, edhe shndrojnë janë farze. Edhe ja shndrojnë, dikur thonë o Zot plotso, edhe shpëton. Por unë Zot, mungojnë farzet. Sunete nuk ka. Allah thot me laçeve, shikoni a ka namazë sunete, me laçeve një s'ka. Për një namaz është shumë problem serioz. Një namaz është shumë problem serioz. E kam diskutuar të kaluarën. Dietar kanë me bu me vdek njeriu, masi ka hi koha e drekës, ose koha e ikindis, ose koha akşamit. E ka pas mundsinë me fal, po e ka neglizhuar. Ka thonë e fali mas një orë, mas gjysmë ore. Çka do të bëhet me ta? Për një namaz që ka shtyr. Do të thonë, është çështje shumë e ndjeshme. Është çështje shumë, do të thonë, e madhe dhe besimtari nuk bën ta zvogëlon. Ajo është e madhe e nuk bën me zvogëlu, do të thonë, është diçka gjigante në namaz dhe nuk bën me minimizuar. Po do të më dhon hakun, që ka dhënë Allahu Teala edhe që ka dhënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam.